Selam aleikum. Wa alaikum selam. Hoxh, si të bashkohemi ne muslimanët? Shumë lehtë kjo puna është. Do të thotë të kthehemi te burimi. Edhe kur të kthehemi te burimi, e shohmi se nuk ka, do thotë, divergjenca, nuk ka ikhtilafe, nuk ka përçapje. Po problemi është që na po nalmi rrugës dikon. Ja po nalmi te Gazali për shembull, shka kon 700 vjet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja po nalmi për shembull te Ibn Kathiri, ja po nalmi te Kurtubia, ja po nalmi te Abu Hanifja, ja po nalmi te Maliki, ja te Ahmed ibn Hanbeli, te dani kush, shka e ka pas mendimin e vet ai, ijtihadin e vet. Por çka do thot na duhet me u mundu me u kthi te burimi. A burimi cili është fjala e Allahut edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse kthehemi te burimi, atëherë do thot bashkohemi. Po nëse vazhdojna ma tani, masëni se cili përqahet, bëhet me atë alimin e vetë, çka ai ka zgjedhë e ka beginis. Zoti da bashkohet inshallah. Amen.